Allahu vendos një dëshirë në zemrën tënde, ose të jep një ëndër, ose një vizion për të ardhmen, por nuk të tregon detajet e planit të tij, as rrugën se si do të arrish atje. Kjo ndodh sepse plani i tij përfshin sfida dhe përvoja, si vështirësi ose zhvillim shpirtëror, ndërtim të karakterit, të cilat janë të nevojshme për të përgatitur për destinacionin. Nëse ne do të dinjim të gjithë rrugën e vështirë që do të kalonim, krejt do hiqnim dorë para se të fillonim. Mendo pak për profetin Jusuf a.s. Allahu i dha atij një ëndër, por nuk i tregoi se si do të arrinte. Nëse Jusufi a.s. do të kishte ditur të gjithë vuajtjet që do të përjetonte, tradhtinë e vëllezërve, burgun, zhgënjimet, ai ndoshta do të kishte qëndruar i mbyllur në shtëpi nga frika dhe nuk do të kishte guxuar të vazhdonte rrugën e tij. Plani i Allahut mbetet misterioz, sepse përmes të panjohurës mësojmë se forca dhe besimi lindin vetëm kur ecin përpara dhe kur rruga duket e pamundur dhe e pasigurt. Sepse pikërisht në ato çaste kur vazhdon përpara dhe kur nuk di ku po të çon jeta, aty ndodh mrekullia. Prandaj mos u dorëzo, çdo sprov ka një urtësi dhe është një shkallë drejt qëllimit tënd. Ti do të arrish vizionin që Allahu ta ka dhënë, dëshira që Allahu ta ka vendosur në zemrën tënde do të plotësohet, sepse ai nuk vendos diçka në zemrën tënde pa mos të dhënë aftësinë për ta realizuar atë. Mbaje mend këtë, se çdo vështirësi është vetëm një pjesë e rrugës që të bën më të fortë, më të durueshëm dhe më të përgatitur për atë që është për ty. Pra beso dhe vazhdo përpara, se zgjidhja dhe shpërblimi të presin pas çdo sfide. Beso në planin e Allahut dhe mbështetu vetëm tek ai, sepse vetëm ai e di rrugën, ai e di kohën dhe ai e di mënyrën se si do të arrish ëndrrën tënde. Selamu alaikum.